Shqipëria ka humbur 1144 kilometra lumenj natyror nga 2018 deri në 2025. Këto janë gjetjet e studimit të kryer nga organizata ndërkombëtare River Watch dhe ProNature, sipas ekspertes së mjedisit dhe drejtueses së qendrës Lumi, Besiana Guri. Kjo gjë vjen për shkak të ndërhyrjeve të pakontrolluara në lumenjtë e vendit. E gjithë kjo rrjet lumor, pra 28% më pak, është futur nëpër tuba, është devijuar dhe është shfrytzuar për hidrocentrale. Lumenjtë të cilët janë prekur nga ky zhvillim janë pothuajse në gjithë Shqipërinë. Rastet ndoshta më shqetësuese ku dhe impakti mjedisor është shumë më i madh dhe më i dukshëm janë ato të Fanit në veri dhe të Devollit në jug. Një shqetësim që ngren ekspertët është se dëmtimi i rrjedhës së lumenjve do të shtojë edhe fenomenet ekstreme sikur janë përmbytjet. Devijimi i lumenjve, përveç se rrit thatësirën, ndryshon klimën, ndryshon biodiversitetin, pra kemi humbje të biodiversitetit, ndikon vërtet edhe në mënyrën se si ne përballemi dhe prurja që do të vijë nga lumenjt do të jetë më e shpejtë dhe do të hasim edhe më shumë evente të tilla të përmbytjes. Studimi nënvizon si sukses shpalljen e parkut kombëtar të lumit të egër të Vjosës në mars të 2023 nga qeveria shqiptare, duke parandaluar rreth 40 hidrocentrale të planifikuara, por sërish ngresi shqetësim ndotjen në Vjosë. Vërtet kemi një park të mbrojtur ligjërisht. Ka disa hapa që janë ndërmarrë, siç është plani i menaxhimit, krijimi një administrate, do bëhet dhe qendra e vizitorëve, por jemi larg një menaxhimi konkret në terren, sepse vërtet kemi problematika që qëndrojnë aty, siç është mbetja nga plastika, nga mos trajtimi i mbetjeve, ujrave të patrajtuara, eventet e ndodhjes nga nafta. Këto janë gjëra që vërtet nuk kanë gjetur zgjidhje dhe duhet të jenë prioritare për një park kombëtar aq më tepër të një masie të tillë siç është Vjosa. Sipas studimit, gjatësia e lumenjve të vendit tonë u kur nga 3812 kilometra linear që ishte në 2018 në 2668 kilometra linear në vitin 2025.